Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, në podcast jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për ushtrinë shqiptare, për luftën që është duke vijuar në linjën e mesme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Me ne është bashkuar generali në rezervë, zoti Det Prenga. General, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. General, neve morëm vesh një lajm të mirë për Shqipërinë. Para pak ditësh është konfirmuar që samiti i NATO-s i radhës do të mbahet në Tiranë. Çfarë lajmi është ky? Po, është e kuptueshme që jo vetëm për ushtarakët, po për gjithë shqiptarët brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe kudo ata që ndodhen, është një lajm jashtëzakonisht i mirë, është një shans që duhet përdorur jo vetëm për përmirësimin e imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, por edhe për disa objektiva që duhen realizuar tashmë, që ne në përmbushjet e detyrimeve që kemi jo vetëm ndaj Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, detyrimeve që burojnë për sigurinë dhe mbrojtjen, por edhe në kuadër të NATO-s si anëtar me të drejta plota që nga viti 2009, natyrisht që kjo vjen si një vazhdim e sukseseve dhe e prezantimeve dinjitoze që Forca Armatose e Republikës së Shqipërisë ka bërë në arenën ndërkombëtare në përmbushjen e të gjitha detyrimeve dhe obligimeve ndaj NATO-s. Ky është një lajm jashtëzakonisht i mirë që Shqipëria e mori në takimin e zhvilluar në Ankara datën 7-8 korrik, pra samiti i NATO-s i radhës, i përsaktuar që vitin e kaluar. Modalitetet e tjera për të përsaktuar datën dhe shumë si të themi pjesë të programit që do të realizohet gjatë këtij takimi pritet të vinë në një kohë të dytë nëpërmjet takimeve politike dhe Komitetit Ushtarak të NATO-s që do të detajojë me saktësi e eksaktësi këto zhvillime. Natyrisht që në këtë kuadër edhe ne si vend antar i NATO-s duhet të përmbushim edhe të përshpejtojmë disa detyrime që lidhen që nga deklaratat e presidentit Trump e pastaj të kthyer këto edhe në një farë mënyrë plan zhvillimi të vetë NATO-s. NATO-ja që do thosha më shumë se 4 vite e gjysmë ka filluar të reagojë dhe të ndryshojë shumë gjëra, duke filluar edhe tek dokumentat strategjike të saj e përfunduar deri tek doktrinat e ndryshme që bëjnë të mundur realizimin e misionit të saj në një aleancë, të cila politika ushtarake ka rezultuar të jetë e suksesshme që në momentin e krijimit të saj, sidomos për Evropën. Detyrimisht që linja kryesore do të jetë ajo e modernizimit, edhe në këtë kuadër Ministria e Mbrojtjes, Qeveria Shqiptare, Forca e Armatose kanë paraqitur plane dhe projekte dhe në këtë kuadër janë pak a shumë parafruar edhe disa synime të qarta tashmë që lidhen me industrinë ushtarake, që ka pothuajse më shumë se një vit e gjysmë që i është dhënë licencimi nga Qeveria Shqiptare me një vendim përkatës, edhe një kompani private të quajtur Kajo, që lidhet drejt për së drejti me industrinë ushtarake dhe modernizimin e forcave të armatosur, që është dhe përbën njëra nga shtyllat kryesore të një force të armatosur, cila do qoftë ajo. Në këtë kuadër edhe e Republikës së Shqipërisë. Pa frikë dhe me bindje do thosha që ky vend që do të zhvillohet në Republikën e Shqipërisë do të bëjë të mundur që Shqipëria në arenën ndërkombëtare të njihet, të shtojë njohjet në aspektin si thosh diplomatik e politik, por jo vetëm, edhe atë të sigurisë, të mbrojtjes, por edhe të aspekteve të tjera që lidhen me ekonominë dhe rritjen e ekonomisë. Natyrisht që ne me gjithë hapat që kemi bërë në këtë drejtim në aspektin diplomatik, do thosha me një siguri që ky aktivitet, ky samit i NATO-s që do të bëhet në Republikën e Shqipërisë do të bëjë që Republika e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, sidomos në fushën e diplomacisë, të kapë, si mund të themi, një arritje që ndoshta në aspektin normal të ecurisë nëpërmjet përfaqësimeve tona që kemi në shtete të ndryshme, të jetë e vështirë për të realizuar për 50 apo 50 vite ose mund të thosha edhe në një shekull. Ky është një rast i jashtëzakonshëm, por që me një kujdes të madh, Qeveria e Republikës së Shqipërisë, institucionet e shtetit shqiptar duhet
ta shfrytëzojnë këtë moment për të bërë atë që do të dëshironte çdo vend në aspektin e mbrojtjes së sigurisë, në aspektin diplomatik e politik, për të mos e humbur një shans, sepse një shans i tillë mund të vijë shumë rrallë. Sa vlen kjo për moralin e ushtarëve tanë, ushtarakëve ta më saktë? Unë do thosha që kjo është gjë më e rëndësishme, më shpejt me ndikim, por edhe e dukshme, paçka se ndoshta janë, si mund të themi, diçka hipotetike për të parafruar ashtu siç do donim, por që është një veprim i jashtëzakonshëm, një ndikim i jashtëzakonshëm, një besimshmëri e madhe e NATO-s ndaj Shqipërisë, por mbi të gjitha rritja e besimit, e optimizmit dhe motivacionit të ushtarakëve shqiptarë, të ushtarakëve profesionistë, duke filluar nga ushtari deri te grada më e lartë e generalit dhe detyrës së shefit shtabit të përgjithshëm të forcat tona të armatosura, dhe këto detyrimisht që përbëjnë një arritje të madhe që jo shpesh mund të vijë fati apo shansi tek dera. Kështu që kjo duhet përdorur me shumë kujdes, me shumë krijimtari, me shumë shpresë e besim, për të mos e lënë këtë çast e moment mjaft të rëndësishëm, jo vetëm për forcat tona të armatosura, por në përgjithësi do thosha për Republikën e Shqipërisë në arenën e brendshme, por sidomos në arenën ndërkombëtare. General, çfarë po bëhet me bazat ushtarake që ne kemi? A do të aktivizohen dhe ato baza që prej vitesh dhe dekadash kanë qëndruar të fjetura, dhe a do të ishte kjo një vlerë e shtuar për aleancën? Natyrisht që NATO që në momentin e themelimit të saj, bazat i ka përcaktuar për të tre elementet e forcës armatose që e përbëjnë atë komponentët, siç janë forca toksore, forca detare dhe forca ajrore. E detyrimisht që mbi këtë bazë kanë ndërtuar edhe vend dislokimet e tyre për të realizuar misionet që janë të përcaktuara tashmë në kuadrin e aleancës në tërësi, si për vendet e Evropës, ashtu dhe për ato të Amerikës. Në këto kushte mendoj që nuk ka mbetur shumë për të përcaktuar, por ne mundet me kapacitetet që kemi, me hapësirat që kemi, mund të ofrojmë deri në nivelin taktik të bazave, qofshin ato detare, qofshin ato ajrore, siç është ajo e Kuçovës, baza taktike ajrore e Kuçovës, që është një bazë ndihmuese brenda parametrave të NATO-s, dhe detyrimisht që është një arritje. Shpresojmë e besojmë që në këtë kuadër forca armatose dhe në veçantë qeveria shqiptare të mendojë seriozisht dhe të paraqesë projekte zhvillimi në NATO, në Komiteti Politik dhe në veçantë në Komitetin Ushtarak, nëpërmjet ambasadës që kemi, ambasadës tonë në Bruksel, por dhe përfaqësisë ushtarake që kemi në Bruksel, pra si element mbështetje për të mund të ofruar kontributin ton, duke filluar që nga forca aktive armatosur, pra në të gjithë komponentët, por mbi të gjitha edhe territoret dhe bazat ushtarake, që do të ishte një shërbim i vyer që i ofrojmë NATO-s, por do të ishte edhe një garanci e madhe për sigurinë dhe mbrojtjen në Republikën e Shqipërisë. Tani për tani nuk është se kemi shumë, sepse nga ato që kanë qenë dikur tek ne nuk ekzistojnë më, për fat të keq klasa politike nuk ka menduar gjatë, nuk ka qenë vizionare, pasi ata kanë menduar shkurt dhe në interesin e tyre personale të kompanive që kanë afruar shumë territore, shumë baza, të cilat lidhen kryesisht me bregdetin e lakmushëm shqiptar, që janë ato bazat e dikushme detare. Dhe kanë filluar t'i kafshojnë pak nga pak, si nga e majta ashtu dhe nga e djatha, për interesat e tyre, për interesat e momentit të qastit, dhe do t'a quajë një fatkeqësi që ato territore të cilat e garnizonet të dikushme që kanë qenë të shpërndara në çdo cep të Republikës së Shqipërisë dhe kanë qenë kolosale, të tërmëdhaja, do thosha, natyrisht që pas reformës që u bë në vitin 1998 në veçantë ndaj forcës armatose, ku ishte goditja më e madhe që ishte e detyrueshme, mendoj që është vepruar jo në kushtet e përshtatshme dhe të perspektivës për përfaqësimin e Shqipërisë dhe për kontributet e Shqipërisë në Aleancën e Atlantikut Veriut. Nëse do të ishin ato baza, do të ishte krejt tjetër situatë dhe përfitimet do të ishin shumë më të mëdha, jo vetëm në aspektin e sigurisë të mbrojtjes, por edhe në aspektet ekonomike. Imagjino çfarë do të thotë një kompani private që punson me mira vet, apo një bazë e NATO-s e dislokuar
në Republikën e Shqipërisë, cilat do qoftë ajo ajrore, detare apo e komponentit toksor, se cilat do të ishin përfitime pa fol thashë janë ratë parë për sigurinë dhe mbrojtjen, por do të e disha drejt për së drejtë edhe me aspektin ekonomik, pasi siguria e mbrojtja në të gjitha nivelet janë të lidhura pasgjithshmërisht në një farë mënyrë edhe me aspektin ekonomik të çdo vendi. General, janë rritur rrogat për ushtarakët, kushte më të mira, rekrutime më të shumta, mendoni që mjaftojnë? Unë mendoj që është një sinjal pozitiv, së pari tek rikthimi i besimit tek forcat armatosura, siç ju e theksuat nëpërmjet rekrutimeve, pra do të thotë që brezi i ri, kërkesat e tyre për të bashkuar forcat armatosur është një rezultat jashtëzakonisht i dukshëm dhe i mirë në shërbim dhe në interes të obligimeve që forca armatosur ka në përputhje me detyrimet që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, por dhe obligimet që ka ndaj Aleancës Atlantiku të Veriut. Këto janë shenja pozitive, sepse për një farë kohë relativisht jo të vogël, do thosha për të mos thënë dekada, ajo pjesa e brendshme e motivimit e forcave të armatosur dhe e dëshirës për të bashkuar forcat armatosur nga tritë dhe të rejat e këtij vendi, sigur u godit, me o pa dashje, kjo është një analizë që kërkon kohë për të realizuar dhe për të parë, por të paktën kjo është një shenjë pozitive e rikthimit të besimit tek forcat armatosura dhe detyrimeve dhe obligimeve që ka çdo qytetar për të bashkuar forcat armatosura për të dhënë kontributin e tij. Natyrisht që këtu ka ndikuar edhe mënyra e rekrutimit, e trajnimeve, e formimit, e kualifikimeve dhe gjithçka e trajtimeve të tyre në aspektin financiar. Pasi duam ne, edhe ajo është një element të cili nuk do t'i mungoj askujt, jo vetëm forcat armatosura, për të qenë mjaftueshëm të motivuar për realizimin dhe ndjekjen e detyrimeve që ka secili në postin në përputhje me përshkrimin e vendit të punës. General, jeni mendimi që duhet të rikthehet zbatimi i detyrueshëm ushtarak për cilin do? Unë bazuar në eksperiencën time dhe në ato çfarë kam parë lexuar, mendoj që ishte i nxituar vendimi në këtë gabime, nëse e ka bërë vetëm Republika e Shqipërisë apo Qeveria e Republikës së Shqipërisë, këtë gabim mendoj se e kanë bërë shumë vende të lindjes që kanë hequr shërbimet detyrueshëm ushtarak dhe tashmë analistët dhe ekspertët po japin mendimet e tyre dhe cilat mund të jenë opsionet e rikthimit. Unë e shoh si një plus i madh që i vjen jo vetëm forcës armatosur, por i vjen edhe vetë vendit për në rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Është një sfidë për të rinj, në veçanti, nuk po flas për vende si Izraeli që kanë edhe të rinjtë edhe të rejat, por po flas thjesht vetëm që ne të mos bëjmë përjashtim se nuk kemi në kushtet e atyre, por them për të rinjtë veçanti që resurset të cilat mendoj se përgatiten jo vetëm për sigurinë dhe mbrojtjen, por përgatiten mbi të gjitha për të bërë balë jetës së tyre dhe sfidave që jetave mund të afrojnë. Natyrisht që kjo përgatitje i shërben për formimin e karakterit çdo qytetari i cili do të jetë shumë më i përgatitur për gjithë jetën e tij, për të ecur përpara dhe për të përballur me sfidat të cilat do ato qofshin. Një periudhë shkurtër kohore mendoj se do të ishte në interes të vendit, në interes të qytetarëve, në interes të brezit të ri për të kaluar në këtë lloj hallke. Pra 4 deri në 6 muaj do ta quaja maksimale. Përveç kontributit të drejt për drejt të shtuar që do të jetë për forcën armatosur. Për të kaluar në një hapësirë tjetër general, është një luftë që ka shumë muaj që është aktive në lindjen e mesme. Kemi të bëjmë më shumë me një luftë reale apo me një luftë nervash, ato që po shohim në mes Iranit dhe Shtetet e Bashkuara? Unë mendoj se nuk është luftë totale, mes asaj reales që ju thatë, unë do të doja të pëlqeja e të përdore shprehen totale, akoma jemi në nivelet të cilat nuk ka vajtur në maksimumin pjesa e arsenalit dhe aktivizimit të kapaciteteve operacionale për të kthyer ato në luftarake, pasi gjithmonë politika dhe diplomacia në veçanti janë në lojë dhe nuk pushojnë asnjëherë se vepruarin, veçanti diplomacia, paçka se vendet mund të jenë në konflikt. Për çfarë arsye? Për arsyen e vetme sepse është krejt e lehtë për të hapur një konflikt apo një luftë, por është shumë e vështirë
ka një kosto jashtëzakonisht të lartë, sidomos në jetë njerëzore, pastaj pa folur aspektin financiar, që bilancet që do të realizohen pas pushimit dhe vendosjes së paqes në vendeve respektive të përfshirë konflikt, atëherë do shikohen se kush janë dëmet e jashtëzakonshme financiare që do dojnë ndoshta dekada për të rikthyer në nivelin ku ato kanë qenë para se fillonte konflikti. Detyrimisht që e fundit është përsëri diplomacia, tavolina e bisedimeve, negociatave, që do të bëjë të mundur pushimin e luftës, vendosjen e pushimit dhe nënshkrimin e një marrëveshje të qëndrueshme paqe mes palëve. Kështu që do thosha që nuk është përdorur gjithë arsenali dhe uroj të mos shkojë në pikën kulmore të saj, sepse gjithmonë konfliktet dhe luftat për fat të keq janë me kosto të mëdha, shpesh jo rrallë, do thosha, janë dhe katastrofale. Kur mund ndihen efektet e luftës reale? Nëse mund ta quajmë kështu, duke qenë se unë përmenda edhe pak më herët, ku mund ndihen efektet e kësaj lufte në të ardhmen e afërt? Në muajin shtator mund të kemi efekte më të mëdha? Unë mendoj që efektet janë ndjerë dhe bota në përgjithësi ato i ka prekur drejt për së drejti pasojat që në momentin e parë të fillimit të bombardimeve. Kjo lidhet me aspektin ekonomik dhe ndjeshmërinë që vendet kanë ndaj aspektit ekonomik. Ato të cilat janë më të ndjeshme sa po dëgohet lajmi për luftë, pa u hedhur as bomba e parë, as predha e parë, e pashkel këmsori në territorin e kundërshtarit, janë bursat. Dhe detyrimisht sot në saj në respekt të inteligjencës artificiale dhe teknologjisë bashkohore, jehona dhe veprimi është aq i shpejt sa disa vende që nuk e kanë shumë të zhvilluara këtë lloj teknologjie e kanë tepër të vështirë për të kapur edhe ritmin pa fol më për masat efektive parandaluese që shumë vende të fuqishme kanë nëpërmjet rezervave që e qetësojnë opinionin publik duke hedhur në qarkullim rezervat e tyre të cilat do qofshin këto për të marrë veten, sepse çdo lajm jo i mirë, e aq më tepër lufte, është si një bombë që ndikon në, si mu themi, parimin e gurbe të dominove që rrezoti parë dhe të gjithë ndjekin radhën e tyre për të rrëzuar për të rënë deri tek i fundit. Kështu që qytetarët në përgjithësi janë të papërgatitur përballë situatave të luftës, cilat do qofsh ato dhe nga do e kudo që ato do të jetë, sepse ndikimin e shohin drejt për së drejti tek aspekti financiar i tyre. Kështu që do thosha që ka filluar, që në momentin e parë do të vazhdojë gjatë gjithë kohës, edhe në ulët e ngritjet që ka nga një herë që bien dakord palët për vendosur në shkruar një marrëveshje, memorandum mirëkuptimi për të shërbyer dhe të gjithmonë asaj të paqes edhe marrëshkrimit marrëveshjes së përhershme, që do të jetë relativisht e vështirë, por ajo do të ndodhë në çdo moment bursat dhe efektet drejt për së drejti në ekonominë dhe në xhepin apo në konton e çdo qytetari, mendoj se do të dëgjohet në çdo cep të botës pa llogaritur përqindjet, ku më shumë ku më pak, sepse ka vende që gjithë furnizimi i naftës e në produkteve të saj që kanë bie fjala për pjesën aziatike, siç është Kina, Japonia, Korea e Jugut dhe të tjerë kanë 20% e naftës, por kanë 87% që shkon për këto vende. Detyrimisht, me gjithë masat që ndërmarrin qeveritë, duke thashë, duke përdorur rezervat, duke pa alternativa të tjera furnizimi, përsëri është e pamundur dhe kjo naftë i mungon tregut global, e duke i munguar kjo sasi nafte, do të thotë që ekonomisë nuk i pompohet ajo energji që kërkohet, dhe detyrimisht që jo të gjitha vendet janë të përgatitura për ta përballuar nëpërmjet rezervave dhe aq më tepër ku kozgjata e saj është kaq shumë që askush nuk është i përgatitur për të bërë ballë. E kemi parë që në linjën e mesme kanë filluar alternativat e ndryshme nëpërmjet Arabisë Saudite, Emiratet e Bashkuara për të ndërtuar okupacione, për të shmangur transportin në ngushticën e Hormuzit, por përsëri kjo është e pamjaftueshme për të pompuar atë që kërkon tregu global. Dhe detyrimisht që inflacioni, rritja e çmimeve, mungesa e produkteve, të gjitha këto ndikojnë drejt për së drejti tek qytetari, si hallka e fundit që mbyll këtë zënxhir të madh të jetës dhe qarkullimit të gjithçka në botë.
General, kush po pengon paqen? Është pyetje shumë e vështirë për të ajzauruar me një përgjigje cila do qoftë ajo. Të gjithë deklarojnë që i shërbejnë dhe përpiqen për paqen, por për fat të keq jo të gjithë ata që kanë mundësi e ndikim të drejt për drejt i shërbejnë asaj në mënyrë globale, pasi po merren më shumë me paqen dhe përfitimet e vendeve të tyre. Dhe duke menduar në këtë aspekt e në mënyrë të pjesshme, është krejt e kuptueshme që dikush do të dëmtohet. Po që se do të bëheshin llogaritë se cilat do të ishte kosta edhe cilat kanë qenë kostot e luftës, jam i bindur që të gjitha palët në fund të saj dalin me humbje. Por për fat keq këto llogari nuk bëhen, politika jo rrallë kërkon të realizojë atë çfarë Clausewitz ka thënë që zhvillimi i politikës me mjete të tjera do të thotë luftë. Në kur ata nuk ja arrijnë, atëherë detyrimisht kokat e nxehta, vendimet e pamenduara gjatë, pa marrë mendimet e ekspertëve, përfundojnë jo rrallë në konflikte, në luftra, të cilat mund të jenë për momentin vendosja e autoritetit apo e tregimi i forcës nga njëra palë, edhe përfitimi i çastit nga njëra palë, por kam bindjen që në finale nuk mund të jenë luftrat ato që vendosin paqen. Përgatitja për luftë i shërben paqes, po jo lufta drejt për së drejt. Natyrisht që ka forma, metoda të tjera përpara se shkohet tek lufta, që mund t'i bëhet me presion, me organizma e struktura ndërkombëtare, të cilat një shtet mund ta bëjnë t'i heqe dëshirën për luftë, t'i heqe kërcënimin që ka për vendet fqinj apo edhe të tjerat si mund të jetë me gjërë rajoni, nëpërmjet kur ato bëhen bashkë. Por për fat të keq, diplomacia luhet 3% për publikun, 97% e saj luhet me prapasken. Aty askush, përveç atyre që janë pjesëtar të lojës, lojtarët e thekur, e dinë se çfarë diskutohet, çfarë vendimesh marrin dhe ku duan të shkojnë. Pjesa tjetër, për fat të keq, nuk arrin ta kuptoj atë edhe pas shumë kohe që analistët arrin të shkruajnë libra për luftrat dhe të merren seriozisht me ngjarjet për të analizuar se kush kanë qenë shkaqet dhe përsëri kthehemi në pikën zero dhe siç është një shprehje gjermane, të mençurit mësojnë nga gabimet e tjerëve, pjesa tjetër e popullsisë të paktën që përbën shumicën i mbetet të mësojë nga gabimet e veta. E në disa raste për fat keq edhe kjo nuk ndodh. Generala, mund të rrezikoj sërish SBA-ja Iranin me paralajmërime, presionin nëse mund ta quajmë kështu, për infrastrukturën kritike energjetike? Unë besoj plotësisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në këtë konflikt pasi është diskutuar prej shumë kohësh. Nuk besoj që ka qenë mbetet një vendim i çastit apo i nxituar. Është menduar gjatë, është diskutuar gjatë, janë pas skenaret të ndryshëm dhe në fund kanë konkluduar. Detyrimisht që Irani ka qenë është dhe mbetet një, si mund themi, njëri nga kryesorët e boshtit të së keqes për botën, jo vetëm për rajonin, lindjen e mesme. Po ajo ka qenë dhe përpara, por në veçanti pas 79-s, në kohën në të cilën u largu shahu dhe erdhi regjimi i Ajetullahëve, kam bindjen që jo vetëm për lindjen e mesme, për botën, por në veçanti do thosha për iranianët, për popullin iranian. Ka qenë dhe vazhdon të jetë një e keqe e madhe. Është tjetër gjë se kush është mundësia dhe kapacitetet dhe janë pjekur kushtet që të reagojë dhe së brendshmi ky regjim të kolapsohet. Kjo vlen për të parë në të ardhmen. Por kam bindjen që po t'i referohem shifrave të ardhurave të popullit të qytetarëve iranian përpara vitit 79, kush ka qenë dhe kush është sot të ardhur dhe kosta e jetesës, atëherë është krejt e lehtë
pa pasur nevojë për të qenë në një analistë i thekur i fushës ekonomike, sa ata janë ekspertët që ekonomia, ajo çfarë është kryesorja për një shtet dhe për pjesën ekzistenciale të popullsisë, ka një rënje drastike. Pra do të thotë që ata janë mjaftuar dhe kanë ndërtuar një regjim vetëm për një pakicë, dhe detyrimisht që në moment apo në një tjetër do të vi momenti që të ndryshojë situata. Edhe situatat e regjimit bien duke u mbështetur nga jashtë, por ajo që është kryesorja, mendoj unë është reagimi dhe i qytetarëve të vetë vendit. Pra gjithçka aty ku krijohet problemi, ata do të jenë zgjidhja e problemit. Unë nuk përjashtoj pra si qasa, pra si moment, edhe ndikimin e ndërkombëtarëve nga jashtë. Hormuzi dhe aleatët Prox, siç është rebelet Houthi, siç janë po ashtu në Liban Hezbollat, këto mendoni që janë forca më e madhe ose ka betejës i Iranit? Jashtë është, si mund të themi, dora e shtrirë me shumë fuqi e pesh veprimi e Iranit. Kombinuar e koordinuar, do thosha, shumë bukur me pjesën e regjimit nga brenda, ka bërë të mundur që këto të jenë vërtet proksit më problematik të rajonit, si rrallë në njëherë të përfshira të treja, pasi ata kanë shpenzuar shumë për përgatitjen e tyre, për mbështetjen e tyre, për ngritjen e strukturave të tyre, dhe vazhdojnë përsëri të mbështesin. Dhe është parë si një mënyrë për të vepruar, për të mundur, për të mos e lënë të qetë gjithë rajonin, pra për të përfshirë edhe vendet të tjera dhe të ketë mundur që Irani i vetëm që nga fillimi i konfliktit ka synuar dhe me goditjet me raketa balistike të vendeve të lindjes së mesme, ka synuar që ato t'ju heqë dëshirën për qenë mbështetja dhe krah i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe t'i kthej pro vetes. Nuk ja ka dalë mban, ai nuk ka qëndruar, nuk është ndaluar e mjaftuar vetëm me goditjet e bazave amerikane në këto vende, por ka dalë edhe përtej kësaj, duke goditur dhe infrastrukturë kritike, do thosha, si të naftës, ashtu edhe infrastrukturë tjetër kritike e jetike për vendet. Kështu që ka vazhdon, tashi më aktivi është Houthi në Yemen, i cili ka deklaruar dhe bllokimin e një kanali në detin e Kuq për transportin e naftës dhe të nënprodukteve të saj, të cilat kanë patur reagime, dinga më tashme ka qenë reagimi i Arabisë Saudite që do të kundërveprojnë. Gjithsesi, është një pikë e nxehtë ose një pikë konflikti shtesë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do t'i duhet seriozisht të merren edhe me Houthit, të cilët në detin e Kuq jo pak transport qarkullon edhe atje, pa folur pastaj për goditjet e ndryshme që mund ndërmarrë ndaj tubacioneve të naftës, të cilët për arsye të mungesës së transportit në ngushticën e Hormuzit, siç e thash, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara kanë gjetur një rrugë tjetër, duke vendosur tubacionet nga vendi ku transportoheshin për të nxjerrë në detin e Kuq. Kështu që mendoj se përban problem dhe mund të jetë një pikë e re konflikti me të cilën duhet të merret seriozisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe në një vend tjetër siç është Arabia Saudite që e ka deklaruar tashmë. Gjithsesi, edhe si mund të themi, një sit i vogël po të jetë për të goditur një anije e transporti është krejt e lehtë sepse ata nuk kanë masa mbrojtëse, as anije që i shoqërojnë. Mund të realizoj cili do grup i vogël, qofte edhe me teknologji bashkëore siç janë në përgjithësi dronët kamikaz, dronët ujor kamikaz. General, shumë faleminderit për këtë intervistë, faleminderit shumë për analizën tuaj, si për situatën në ushtrinë tonë, po ashtu edhe mëtej në lindjen e mesme dhe gjithë atë dinamikë të krijuar atje.